Në fakt ka kaluar ora e mëngjesit, por sidoqoftë përshëndetje. Edhe vërtet bekim nuk dua të zgjatem shumë me fjalët hyrëse, por thjesht dua të them që jam mirënjohës Zotit që jam këtu, jemi këtu së bashku, punën që ai ka bërë, atë që kemi mundësi për të folur, që ka të bëjë e gjitha me hirin e Perëndis, me lavdinë e Perëndis. Edhe gjitha lavdrimet i takojnë atij sepse ai është një Zot i madh, edhe një Zot i hirshëm. Jam shumë i privilegjuar dhe në emër të familjes që jemi përsëri së bashku edhe mund të flasim për këto gjëra që Zoti ka bërë. Kështu që për gjithë ata që janë miq të vjetër edhe të rinj, them është bekim që të shoh përsëri edhe të gëzojmë së bashku për punët që Zoti ka bërë. Padyshim kjo nuk është një temë e re për ju, nëse jeni në një nga kishat e përfaqësuara këtu, kur ne flasim për Biblën, për përkthimin e Biblës. Kështu që dua të futem direkt në temë, pa humbur kohë, meqense është një ditë me angazhim. Pse dua një përkthim i ri? Xhefi foli pak, kështu që unë nuk dua të përsëris gjërat që tha ai. Filozofia e përkthimit, metoda e përkthimit, disa gjëra të reja edhe disa shembuj në fund. Pse dua një përkthim i ri? Në fakt, për kishën tonë dhe për shumë kisha tjera, jo vetëm për ne, çështja e përkthimit të Biblës nuk është një temë e re. Mbaj mend kur Xhefi ka ardhur në Shqipëri për herë të parë në vitin 1992, ne nuk kishim ende një Bibël në Shqip. Ishte një Bibël e perifrazuar që ne përdornim, ishte vetëm dhjata e re, por kur ndodhen ndryshimet e sistemit në Shqipëri në vitin 90-91, unë isha gjimnazist në atë kohë sapo kisha filluar gjimnazin, edhe isha komplet ateist, doja të mbroja me forcë ateizmin, nuk besoja në Zot, ashtu siç ishim mbrojtur në atë kohë, edhe kërkoja shumë një Bibël, sepse filluan këto debatet në klasë që fjala e lirë, besimi tek Zoti, edhe çdo ditë tema e ditës ishin vetëm debatet politike. Nëse prapa ato vazhdojnë, po edhe atëherë ishin të reja këto si tema, kështu që ne nuk ishim liri shprehje apo fjala apo besimi në atë kohë, dhe unë doja shumë që të merra një Bibël në dorë, që të zihesha me shokët e klasës, sepse kisha disa shokë që kishin filluar të besonin në Zot, edhe që t'ja provoja që nuk ka Zot, Bibla është thjesht disa budallëqe që kanë shkruar njerëzit, nuk ka asgjë të vërtetë brenda, por nuk gjeja dot një Bibël. Edhe sepse nuk ishte një Bibël, kështu që çështja e përkthimit është që ne jemi lutur që përpara se të dilte Bibla ABS, ne jemi lutur ashtu si besimtarët e tjerë të orëve të para mbas rënies komunizmit, që Zoti na sillte në gjuhën tonë fjalët e tij të pastra. Kështu që kjo nuk është një çështje e re, dhe padyshim Bibla ABS ishte vërtet një përgjigje që Zoti i dha lutjeve tona në ato kohë, sepse nuk kishim diçka në dorë, por duhet kuptojmë kontekstin kur ndodhi ajo vepër. Sepse me njëherë mbas rënies komunizmit, ata që e morën përsipër, një grup zvicerian që punuan me përkthimin e Biblës, e bën atë në një kohë rekord, me qëra fjala. Për 2-3 vjet të përkthesh të gjithë Biblën është vërtet një kohë rekord, kur nuk ishte ende shumë nga privilegjet që ne kemi sot në akses në teknologji, në databaza, në leksik edhe gjëra të tjera që të mundsojnë që ta bësh një punë edhe me një ritëm më të lartë. Por një nga gjërat kryesore që mungonte, megjithëse kishte përkthyes dhe shqipërues të mirë, një nga gjërat kryesore që mungonte ishte që nuk kishte një bagazh të mirë teologjik. Ne e dim që është një brez i tërë që u rrit ndër komunizëm, kur nuk ishte akses tek fjalët e Perëndis, nuk ishte akses në terminologjinë e Biblës, kështu që ajo gjë qartësisht do të reflektojë edhe në përkthimin e parë që u bë. Kështu që kisha jonë dhe kisha të tjera, në fakt, Xhefi është munduar shumë gjatë viteve që të sillim disa saktësime, disa gjëra që sillim më tepër qartësi në përkthimin e Biblës, të cilat fatkeqësisht nuk u materializuan, por ndërsa vitet kalonin edhe Bibla ABS filloi që të mos printohej më, apo kishte vështirësi në marrjen e të drejtave të përdorimit, gjëra të tilla, u pa një trend që e di çfarë mund të ndodhë që edhe në kohën tonë, edhe në jetën tonë, ne ta humbasim fare ato Bibël. Edhe kur flasim për Biblën, për cilën Xhefi po fliste, që vjen nga linja e dur e Biblave, kisha nga Bibla e Antiokis,
Bibla e reformacionit, ato që Zoti përdori, jo vetëm në vendet që Xhefi e përmendi shumë mirë me Biblat në gjuhët e ndryshme, por Zoti e vazhdoi atë punë gjithashtu dhe në kombin ton me Kristoforidhin. Edhe Kristoforidi padyshim bëri përkthimin e djatës së re në toskërisht dhe në gegnisht, por nuk përfundoi dot djatën e vjetër. Ai përktheu 5 libra të djatës së vjetër dhe disa të tjerë të cilat mendohet që i ka përkthyer, por nuk gjenden, nuk e di njeri ku ndodhen, por nuk arriti që të përfundonte të tërë punën e tij. Ka një arsye që pse kjo Bibël quhet Kristoforidi i dytë. Padyshim ne nuk jemi Kristoforidi dhe nuk duam të përdorim emrin e tij për ndonjë farë promovimi, po vetëm arsye pse përdorim atë emër është sepse ratë të parë është pjesë e historisë tonë. Është pjesë e historisë tonë që Zoti përdori dikë nga kombi ynë për të sjellë fjalët e tij në gjuhën tonë, nga linja e dur. Së dyti, ne ungjillorët shpesh akuzohemi që ne kemi lindur mbas viteve 90. Okej, disa që janë këtu në sallë fizikisht kanë lindur mbas viteve 90. Por ata kanë fjalën që besimi ungjillorëve vjen pasi ra komunizmi, erdhën të huajt, misionarët, edhe ata na e dhanë këtë besimin ungjillor. Por historia tregon të kundërtën. Ne kemi qenë këtu, në fakt që në kohën e Palit, sepse Pali predikoi ungjillin, prandaj dhe ne jemi ungjillor, sepse ne besojmë që ungjilli të shpëton. Nuk të shpëton kisha, nuk të shpëton pagëzimi, nuk të shpëtojnë sakramentet, të shpëton ungjilli i Jezu Krishtit. Kështu që ne jemi shumë të hershëm, por dhe gjatë historisë më të vonshme që ne e njohim më tepër se sa ato të mëparshmen, në lidhje me rilindasit, shumë prej tyre ishin besimtarë. Edhe ne nuk e dim këtë pjesë, ose nuk e dinim më saktë këtë pjesë për shkak të sistemit nën komunizëm, pjesa e besimit që kishte lidhje me këta njerëz, të cilët ishin patriotë, e donin vendin e tyre, punuan për gjuhën dhe për ateun, por motivi kryesor pse ata u motivuan të punonin për gjuhën dhe për ateun ishte sepse donin të sillnin fjalët e Perëndis në gjuhën tonë. Arsyen pse hapën shkolla ishte pikërisht për këtë gjë. Sepse gjatë gjithë kohës së errësirës që Xhefi përmendi të mesjetës, Bibla nuk lejohej që të ishte në duart e njerëzve. Nuk lejohej që të përkthehej në gjuhën e tyre amtare që njerëzit ta lexonin fjalën e Perëndis për veten e tyre. Dhe ajo që reformacioni protestant solli ishte pikërisht kjo gjë, që Bibla të përkthehej në gjuhët e kombeve, që njerëzit të kenë mundësi ta lexojnë për veten e tyre, të kenë një marrëdhënie të tyre me Perëndin. Dhe meqense kjo Bibël është në vazhdimsi dhe në vijshmëri të asaj që Zoti ka bërë me Kristoforidhin, duke përdorur të njëjtat shkrime si ai ashtu dhe ABC-ja, dhe kjo është një vazhdim i saj, atëherë vendosëm që ti vendosnim këtë emër që i shkon punës që Perëndia ka bërë, jo thjesht një njeri që Zoti ka përdorur apo një grup njerëzish. Një arsye tjetër pse duhet një përkthim i ri është pra që të ruhet kjo linjë saktë e Biblës edhe për brezat në vazhdimsi, por gjithashtu edhe për të sjellë disa vegla studimi në Shqip. Unë kam vite që mësoj dhe predikoj fjalën e Perëndisë dhe padyshim një nga gjërat që ka munguar në Shqip për gjithë këto vite kanë qenë vegla studimi që ti mund të punosh me program, me kompjuter, me aplikacione, që të bësh qoftë edhe një kërkim shumë të thjeshtë, apo edhe një kërkim me fjalë apo me shprehje apo pak më të avancuar. Kështu që së bashku me përkthimin gjithashtu kemi punuar që të sjellim një motor kërkimi të avancuar në Shqip me tekstin e përkthimit, por gjithashtu edhe vegla të tjera të cilat janë ende në proces, nuk janë përfunduar, por që do vazhdojmë që t'i zhvilloj. Pak a shumë ato gjëra që mua më duhen kur unë përgatitem, kur studioj Biblën për të predikuar apo për të dhënë një mësim, janë pikërisht ato gjëra që duam që t'i bëjmë të disponueshme për të gjithë në gjuhën tonë. Prandaj edhe kjo punë u mor përsipër. Flasim pak për filozofinë e përkthimit, sepse ka rëndësi edhe ndikim në mënyrën se si prodhohet një Bibël, si printohet një Bibël, si vihet në qarkullim. Po të Hebrejt kapitulli 4, vargu 2, Bibla thotë se neve na u predikua ungjilli ashtu si edhe tyre. Por fjala e predikuar nuk qet dobiprurse për ta, duke mos qenë e përzier me besim në ata që e dëgjuan. Edhe përpara se dikush të futet një përkthimi, sidomos kur vjen punat e Bibla, është shumë e rëndësishme
çfarë besojnë ata që e bëjnë këtë punë. Sepse Bibla thotë që Ungjilli u predikua, thotë, edhe atyre, por nuk u dha dobi. Nuk u dha dobi sepse fjala që ata dëgjuan, ose që ata morën, nuk që e përzierë me besim. Dhe është e mundur që dikush t'i futet një punë thjesht nga ana intelektuale, nga ana akademike, apo edhe teologjike, por në qoftë se ata nuk kanë besim që Zoti është aktiv edhe ka qenë aktiv në ruajtjen edhe në mirëmbajtjen e fjalëve të tij, atëherë ajo punë nuk do ketë frymën e Perëndis. Mund të jetë punë shumë e mirë nga ana intelektuale dhe akademike, por Bibla është shumë më tepër se sa thjesht një vepër intelektuale dhe akademike. Ato janë fjalët e Perëndis, ato janë të gjalla. Prandaj ka rëndësi filozofia e përkthimit, kështu që ne u futëm me këtë mendim, të cilën e kemi marrë dhe kemi besuar gjithmonë që fjalët e Zotit në Psalmi 12 janë fjalë të kulluara si argjendi i sprovuar në një furrë dheu, i kulluar 7 herë. Mënyra se si Zoti e krahason procesin se si ai na i sjell fjalët në gjuhën tonë apo dhe në gjuhë të tjera, është si rafinimi i një metali të çmuar, si argjendi ose si ari. Ai nxirret nga dheu dhe duhet kaloj disa procese rafinimi që të hiqet në të çdo papastërti, çdo saktësi. Fjala e Zotit nuk ka papastërti padyshim, por gjuhët njerëzore kanë. Të kuptuarit të njerëzve ka mangësi. Kështu që në këtë proces është një proces që Zoti e ka përdorur dhe në gjuhë të tjera ku ai ka rafinuar fjalën e tij. Kështu që ne e patëm këtë gjë në mendje që në fillim që ne besojmë që çdo fjalë e Perëndis është e kulluar. Prandaj ka rëndësi që çdo fjalë të ketë peshën edhe nevojën edhe vëmendjen që i nevojitet për të ardhur në gjuhën tonë në mënyrë të pastër. Fjalë të urta 35 gjithashtu thotë që çdo fjalë e Perëndis është e kulluar. Tani të flasim pak për metodën e përkthimit. Edhe këtu do dalim pak, do të futemi pas kuintave për folur për disa gjëra që ndoshta të tjerët nuk e kanë privilegjin që ti dëgjojnë. Zakonisht kur dikush bën një përkthim të Biblës, nga aq sa ne studiuam për këtë temë, sepse nuk është se e kishim bërë më përpara dhe kishim eksperiencë në këtë gjë, zakonisht ata fillojnë me një libër specifik të Biblës, zakonisht nga Ungjilli, Ungjilli sipas Gjonit apo Ungjilli të tjerë, dhe pastaj e përkthejnë të tërë Biblën, Dhjatën e Re, e botojnë Dhjatën e Re, sepse duan që t'i japin besimtarëve diçka në dorë që ta lexojnë, dhe padyshim, meqense ne ndodhemi tani në periudhën e Dhjatës së Re, ka kuptim që dikush të përkthejë Dhjatën e Re në fillim, ta shpërndajë, fillojë ta botojë, ta shpërndajë, edhe pastaj dal nga dal fillon me Dhjatën e Vjetër, sepse ajo është edhe më e gjatë, kështu që do të marrë edhe më tepër kohë. Për shkak se ne besojmë që fjalët e Zotit janë fjalë të pastra dhe të kulluara. Dhe çdo fjalë e Perëndis është e rafinuar me zjarr. Dhe çdo fjalë ka rëndësi sepse kjo është metoda që Zoti përdor për të na dhënë kuptimin e Biblës. Kur ne krahasojmë fjalët me njëra tjetrën, krahasojmë vargjet me njëra tjetrën. Për shkak se ne besojmë këtë, atëherë ne nuk filluam përkthimin direkt me një libër të caktuar të Biblës. Ajo që bën është që ne në fillim studiuam çdo fjalë të Biblës përpara se të fillonim të përkthenim qoftë edhe një varg të vetëm. Në fundit Bibla thotë që në fillim ishte fjala, kështu që edhe ne në fillim morëm fjalën. Okej, çfarë do të thotë kjo gjë? Çfarë do të thotë që studiuam fjalët së pari? Po bëm një listë të gjithë fjalëve që ndodhen në Bibël. Bibla ka rreth 780.000 fjalë. Nga këto, rreth 12.500 fjalë janë fjalë unike. Këto fjalë të përsëritura në frekuenca të ndryshme japin të gjithë librin e Biblës. Atëherë ne u futëm duke studiuar çdo fjalë që përmendet në Bibël, që nga A-ja deri te Z-ja, nëse marrim alfabetin ton, edhe duke studiuar çdo fjalë në kontekst. Si e përdor Zoti këtë fjalë në Bibël? Si e përkufizon Zoti këtë fjalë? Cila është metoda që Zoti e përshkruan këtë fjalë? Cilat janë gjyrimet e fjalëve? Cilat janë fjalë sinonimike? Krijuam pemë fjalësh sinonimike sepse ka raste kur një koncept i caktuar në Bibël është aq i pasur sa që mund të ketë 5, 10, 15 apo 20 edhe 30 fjalë të cilat janë të ngjashme, janë sinonimike, por sidoqoftë kanë një nuancë apo një ngjyrim të ndryshëm. Dhe nëse Zoti është kujdesur që të futet në aq detaje sa që të na japi fjalë të tilla, atëherë edhe ne duhet kemi kujdes në përkthim që të mos bëjmë një bashkim fjalësh, a mos se këto janë të ngjashme, hajde t'i përkthejmë të gjitha një lloj. Jo, sepse Zoti është specifik
në mënyrën se si i përdor fjalët. Atëherë edhe ne duhet që të kemi të njëjtin kujdes kur i qasemi fjalëve të tillë. Kështu që për 2 vjet e gjysmë, për 30 muaj rresht, u morëm vetëm me studimin e fjalëve, dhe ndërkohë që studionim çdo fjalë, ne bënim gjithashtu dhe kategorizim fjalësh. Që do thotë, nëse një fjala vjen është një bim ose një kafsh, ne krijonim kategori për gjëra për të cilat Bibla flet. Sepse kjo na ndihmon që tani ose më vonë të nxjerrim përveç motorit të kërkimit, që ti mund të kërkosh me një fjalë të caktuar, por nëse ti nuk e di fjalën që po kërkon. Por le të themi ty të intereson që të dish të gjithë bimët që përmenden në Bibël. Okej, por ti me një motor kërkimi mund ta kërkosh nëse e di fjalën, por nëse ti nuk e di fjalën dhe po përpiqesh që ta gjesh atë fjalë. Atëherë në këtë mënyrë, duke i futur fjalët në kategori, ne na jep mundësinë që të kemi një kërkim të Biblës, jo vetëm me fjalë apo me shprehje apo me referenca specifike, por edhe me kategori, cilët janë për shembull të gjithë mbretërit e Judës. Më jep një listë të gjithë metaleve që përmenden në Bibël. Janë rreth 350-400 kategori për gjëra për cilat Bibla flet, nuk është se i shpikëm ne, nëse Bibla flet për një temë të caktuar, atëherë kjo punë u bë paraprakisht. Dhe padyshim që ku ke një qasje të tillë ka më tepër punë përpara, sepse realisht për 30 muaj që ne kemi punuar intensivisht me këtë gjë, nga një anë duke sikur nuk po bënim as pak progres. Sepse edhe njerëzit pyetin, keni kaq kohë që po merreni me përkthimin, sa libra keni përkthyer deri tani? 0, asnjë libër. Po çka keni bërë për këto vjet? Pa ajo që kemi bërë është kemi marrë me çdo fjalë të Zotit. Dhe padyshim kur e bën këtë gjë, pastaj kur futesh në tekst e në përkthim, mund të ecësh më shpejt, sepse nuk ke më nevojë që të marrësh kohë tani të studiosh si e kam përkthyer për këtë fjalë apo si duhet ta përkthej këtë fjalë, sepse kjo punë është bërë paraprakisht. Prandaj patëm një qasje të tillë ndaj metodës së përkthimit për shkak se çdo fjalë e Perëndis është e rëndësishme. Gjithashtu kjo na jep mundësinë që të krijojmë edhe një udhëzues biblik, një fjalor biblik për fjalë edhe terma të cilat ka nevojë që të kenë një shpjegim shumë më të tepërt se sa jep fjalori i gjuhës shqipe. Dhe padyshim nuk është në sferën e fjalorit të gjuhës shqipe që të përkufizoj fjalë të cilat kanë peshë doktrinare. Për shembull, fjala pagzim, por në shoqëri njerëzit e përdorin pagzimin që nga mormonët, për shembull, që pagzojnë për të vdekurit, që nuk e gjen në Bibël, apo katolikët që pagzojnë foshnjat, apo ungjillorët që pagzojnë vetëm ata që kanë besuar në Krishtin, sepse pagzimi në ujë nuk të shpëton, ka përkufizime të ndryshme që njerëzit përdorin për atë fjalë. Kështu që neve nuk na intereson thjesht çfarë thot fjalori i gjuhës shqipe, por na intereson përtej gjuhës shqipe çfarë thot Zoti për atë fjalë, si e përkufizon Zoti atë fjalë. Kështu që kjo gjë së shpejti do të integrohet me tekstin e Biblës, i cili është tani online, nëse nuk e keni parë ju inkurajoj tek bibla.online, dhe na jep mundësinë që të integrojmë edhe një udhëzues biblik, një fjalor biblik, ku ti mund të klikosh një fjalë që nuk e njeh, nuk e di çfarë është kjo fjalë, edhe aty do të shfaqen informacioni që ka lidhje me atë fjalë, si e përkufizon Bibla këtë fjalë, ku është përdorur në Bibël, etj. Gjëja e katërt është gjëra të reja. Cilat janë disa gjëra të reja që vijnë në këtë përkthim? Do përmend disa prej tyre. Së pari është emri i shenjtë i Zotit. Emri i shenjtë i Zotit nga hebraishtja, ata shkruajnë nga e djatha në të majt, janë 4 bashkëtingëllore, është J, H, V, H. Kjo në termin teologjik njihet si tetragrammaton, nga që ka 4 shkronja, 4 bashkëtingëllore. Dhe ky është emri i shenjtë i Zotit në hebraisht. Në shumicën e biblave të reformacionin, ky emër është përkthyer si Zoti me gjithë shkronjat të mëdha. Pra nuk është përkthyer me një emër specifik, por është dhënë si Zoti për ta ditur që ai është emri i shenjtë i Zotit. Ai lexon J, H, V, H, po janë 4 bashkëtingëllore që është i vështirë ti shqiptosh pa patur zanore në mes. Prandaj shumica e përkthimeve të reformacionit e japin këtë emër të shenjtë të Zotit si Jehova. Tani ne kemi njohuri dhe e dim që
ekziston një sekt që quhet dëshmitarët e Jehovait, nuk ka lidhje me këtë, nuk jemi dëshmitarët e Jehovait, ata nuk janë ungjillor, nuk janë biblik, janë një sekt, por ky është emri i shenjtë i Perëndisë. Dhe ky është përdorur mbi 6000 herë në dhjatën e vjetër. Një nga arsyet që pse në Biblat e Reformacionit nuk është përmendur emri i Zotit si Jehova sa herë që është përmendur Tetragrammatoni, është sepse për disa arsye. E para është sepse te Eksodi 20, tek 10 urdhërimet, një nga urdhërimet thot vargu 7 mos e përmend emrin e Zotit me shkronja të mëdha, emrin e shenjtë, Perëndisë tënd më kot, sepse Zoti nuk do ta mbajë të pafaj ato që e përmend më kot emrin e tij. Pra ki kujdes, mos e thirr Zotin direkt në emër, me emrin e tij të shenjtë, thjesht sepse ja di emrin. Ka një gjë që ka të bëjë me nderimin e asaj që ai është. Kështu që thjesht sepse ti ja di emrin, nuk do thotë që duhet ta thrasësh atë gjithmonë me emër. Drejtohu atij si Zoti, sepse ai është padyshim Ati yt, edhe ne e bëjmë këtë edhe me etrit tan toksor, apo jo. Okej, unë ja di emrin babait tim, por nuk e thras gjithmonë me emër. I referohem si baba, por që kur lindën fëmijët, pastaj i thrasim gjyshi, por nëse është në të njëjtën linjë logjike. Por thjesht sepse ja di emrin, nuk do të thotë që duhet t'ia thrasësh emrin gjithmonë, sepse ka një çështje nderimi në atë mes. Dhe për më tepër që Zoti thot vetë, kujdes mos e përmend emrin e tij thjesht sepse e di. Kur ti e prezanton me dikë, do të thuash ky është filani, është babai im dhe ka emrin kështu. Dakor, nuk është problem. Por edhe vetë Zoti Jezu Krisht, nëse ne studiojmë shërbimin e tij mbi tokë, nuk ju drejtua Atit asnjëherë me emër. Nuk i mësoi dishepujt që ata ta thrasin Zotin direkt në emër. Pra është diçka që ne e shohim të mishëruar te Krishti, kur ai mëson dishepujt se si ti drejtohen Perëndis, ai gjithmonë i mëson ata që të drejtohen si Ati ynë që je në qiell. Kështu që këtë gjë e gjejmë nga Bibla, prandaj shumica e Biblave të Reformacionit kanë bërë të njëjtën gjë. Kështu që kur të lexoni tani te Kristoforiti i dytë, Zoti me të gjitha të mëdhaja, duhet ta dini që ai është emri i shenjtë i Perëndisë. Prandaj është dhënë në atë formë. Për më tepër, vetë Zoti Jezu Krisht është ai që na jep përkthimin e këtij emri nga hebraishtja në greqisht. Sa herë që ai citon dhjatën e vjetër, ku përmenden vargje të cilat e kanë emrin e shenjtë të Zotit, ai ta jep përkthimin e saktë. Për shembull, te Mateu 23:37, Jezusi i tha atij dhe citon nga dhjata e vjetër, do ta duash Zotin Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Kështu që kur ai e jep përkthimin e një vargu nga hebraishtja, dhe kjo është regjistruar në dhjatën e re në greqisht, ai ta tregon ty si duhet përkthyer emri i shenjtë i Zotit, sepse në greqisht ti e gjen me emrin Zot. Kështu që përkthimin ta jep vetë ai, nuk ke nevojë të hamendësosh, sepse e thash, ka disa të cilët e kanë bërë atë gabim, që e kanë përdorur emrin e Zotit në dhjatën e vjetër sa herë që emri i tij i shenjtë është përdorur, por nëse ndjek parimet e Biblës, atëherë duhet ta kuptosh që jo, kjo është forma e saktë. Edhe thjesht që ta dini që kur lexoni dhjatën e vjetër dhe i shqini ato shkronja të mëdha të gjitha te fjala Zoti, është emri i tij i shenjtë. Por përveç kësaj ka një arsye tjetër pse ka rëndësi, sepse disa vargje nuk kanë kuptim nëse ajo nuk përkthehet në këtë mënyrë. Për shembull tek Marku 12:36, thotë se vetë Davidi tha me anë të frymës të shenjtë, Zoti i tha Zotit tim, ulu ti, përbri dorës time të djathtë, derisa ti bëj armiqtë tu stolin tënd të këmbëve. Tani ky varg është cituar 4 herë në dhjatën e re. Referenca është nga Psalmi 110, dhe Davidi në frym thot Zoti i tha Zotit tim. Tani gjithë Biblat e tjera pa përjashtim e kanë Zoti i tha Zotit tim njësoj të shkruar, nuk ka ndryshim në kapitalizim. Pra Zoti me Z të madhe dhe gjitha tjerat me shkronja të vogla i tha Zotit tim, po ai nuk ka kuptim në atë formë. Sepse çfarë do të thotë Zoti i tha Zotit tim? Po fliste me vete Zoti? A nuk është Zoti si i tha Zotit tim? Çfarë kuptimi ka? Por nëse ti e di që Zoti me gjithë shkronjat e mëdha është emri i shenjtë i Perëndisë, atëherë e kupton që Zoti i tha Zotit tim është Ati, Perëndia, Ati, i tha Zotit tim, kush ishte Zoti i Davidit, është Zoti Jezu Krisht. Ati i tha birit, ulu ti përbri dorës time të djathtë derisa ti bëj armiqtë tu stolin tënd të këmbëve. Në të kundërt, nëse nuk e bën këtë dallim
ti nuk e kupton dot çfarë thot ai varg. Dhe ai varg që është cituar disa herë në Dhjetën e Re do të jetë i pakuptimtë. Gjëja tjetër që është e re janë disa ndryshime në emrat e përveçëm. Tek Psalmi 68 vargu 4 thot: "Këndoni Perëndis, këndoni lavdërime emrit të tij, lartojini atë që kaliron mbi qejt me emrin e tij Jah dhe ngazëlloni para tij." Forma Jah është forma e shkurtuar e emrit të shenjtë të Perëndis. Pra Jehova, Jah është forma e shkurtuar e emrit të tij. Dhe ajo që ndodh është që në Dhjetën e Vjetër ka shumë emra të personazheve të ndryshëm, të cilët e përmbajnë këtë emrin e shenjtë të Perëndis, pra këtë shprehje Jah, e përmbajnë si pjesë të emrit të tyre. Dhe për shkak se emrat kanë kuptim, dhe madje ne edhe kur e studiojmë Biblën, ne studiojmë edhe kuptimin e një emri, sepse ka rëndësi, për shkak se shumë prej këtyre emrave e përmbajnë këtë pjesë të emrit të shenjtë të Perëndis si pjesë të emrit të tyre, atëherë ne menduam që është e rëndësishme që kjo pjesë të ruhet edhe në mënyrën se si do të shqipërohet një emër nga hebraishtja në greqisht. Ne duhet të dimë që Bibla ABS është përkthyer nga Diodati i Ri. Dhe shumica e emrave, sidomos në Dhjetën e Vjetër, të cilat janë emra hebrejsh, në Biblën ABS janë format që janë marrë nga italishtja dhe janë shqipëruar. Kështu që shumë nga ato emra realisht as nuk tingëllojnë si emrat e hebrejve, të tingëllojnë më tepër si emra italian, por, përkthye nga ajo dhe nuk është problem, dhe ne nuk kemi patur qëllim në vetvete që të ndryshojmë emrat. Por, për ato emra që përmbajnë emrin e shenjtë të Perëndis, pra pjesën Jah, atëherë ne kemi ruajtur formën e tyre në shqipërim, sepse është e rëndësishme kjo gjë. Tregon që ai ka emrin e Zotit. Kështu që Nehemia, siç e kemi njohur, është Nehem Jah, sepse ka emrin e shenjtë të Zotit. Isaia. Tani Isaia përmendet për shembull në Dhjetën e Re, por në Dhjetën e Re, meqense është shkruar në greqisht, këto emra janë greqizuar. Kështu që Elia për shembull është Elias, por s-ja bie në shqip. Kështu që prapë në Dhjetën e Re që është shkruar në greqisht, emri është Elia, por në Dhjetën e Vjetër është El edhe Jah. Pra dy emrat e Perëndis janë pjesë e emrit të tij. Kështu që ne nuk mund ta zhduknim atë pjesë të rëndësishme të emrave të profetëve apo të tjerëve apo të mbretërve që përmbajnë emrin e shenjtë të Perëndis, sepse ajo është pjesë e rëndësishme. Unë jam shumë i vetëdijshëm që tingëllon e çuditshëm. Tani pse më kanë thënë shumë veta, pse u fute me pse na ngatrove emrat? Pse u morët me këtë gjë? Më tha një vlla, unë ja vura emrin Çunit, tha, si një nga profetët. Pse ma bëre këtë gjë? I thash Çuni ta gëzoj emrin, se ka emër shumë të bukur, por ne do qëndrojmë me atë që thot Bibla. Kështu që kjo është arsyeja që pse disa nga emrat duken ndryshe, sepse është rëndësishme që të ruhet kjo gjë sipas edhe është shumë e logjikshme kjo gjë, nëse ti shkon në një shtet tjetër. Edhe ata të pyesin si e ke emrin. Ti ja thua si e ke emrin, ai do mundohet ta shqiptoj ashtu siç ja the ti. Tani ai mund ta shkruajë ndryshe atë emër, nuk ka rëndësi si e shkruan ai në gjuhën e vet që të japi atë shqiptim. Por ai do mundohet ta shqiptojë ashtu siç ti ja thua emrin. Emri im nuk është aq i vështirë për shembull në gjuhë tjera, por Jonida për shembull kur jemi në vende anglisht folse, joja shqiptohet X. Kështu që nuk i thon Jonida kur ja shohin emrin të shkruar, ja shqiptojnë me X, Jonida ose Jonaida. Ose për shembull në Amerikë ka shumë nga Amerika Latine. Edhe ata janë spanjisht folës, kështu që spanjisht folësit e shqiptojnë si H. Shumë nuk thonë Jezus, thonë Jesus. Kështu që nëse ata kujtojnë, ja shohin emrin të shkruar, këta që marrin që do shesin në një dyshek, në një gjë, ke parasysh, ja shohin emrin, kujtojnë që kjo duhet të jetë nga Amerika Latina dhe thonë është Honida aty ose Juanita. Ka dhe emrash, është fantastike. Çështja është që kur ai e dëgjon si e shqipton ti, nuk ka rëndësi si duhet ta shkruaj ai që të dalë shqiptimi i saktë. Kjo është metoda se si emrat kalojnë nga një gjuhë në tjetrën. Dhe kjo nuk duhet të jetë e re për neve, për shembull, është një personazh i cili është kryeministri i Izraelit. Dini si e ka emrin ai? Netanyahu. Okej, tani ne i themi një, sepse është n dhe j bashk. Pa ai s'ka Netanyahu, ja, e ka Netan edhe ja. Ne ja themi një, sepse
në shqip n-ja dhe j-ja bëjnë shkronjën një, por në qoftë se ne nuk do ndiqim këtë parim, do ja thoshim emrin Netania, ndoshta, sepse kështu do të tingëllonte më italisht, ndoshta. Por jo, ai e ka Netanja, sepse është emri i shenjtë i Perëndis. Kështu që prandaj disa nga emrat e përveçëm mund të tingëllojnë të çuditshëm, as mua nuk më është mësuar gjuha me ato, prap Jeremia do i them atij. Dhe besoj që mirë kuptohemi në këtë gjë, por në të shkruar, në mënyrën se si janë regjistruar, ato duhet të jenë me atë pjesë. Një gjë tjetër e re që vjen është përcaktimi gjinor i Trinisë. Ne jemi mësuar që Perëndia është Ati dhe është Ai. Biri është Biri dhe është Ai. Por kur vjen puna tek fryma, themi ajo ose fryma e shenjtë. Fryma është person, nuk është një objekt pa gjini apo me gjini femërore, njësoj si Perëndia, sepse fryma është Perëndia, është personi i tretë i Trinisë. Dhe meqenëse nuk është as objekt, as person pa gjini, është fryma i shenjtë. Ky është një saktësim që duhet bërë nga ana e gjinisë. E kuptoj që ne na është mësuar veshi me fryma e shenjtë, por nuk e di pse nuk është bërë kjo gjë në fillim, sepse ne kemi bërë me Perëndin këtë gjë. Perëndia në gjuhën tonë është në formën femërore, por ajo s'do të thotë gjë, ai është ai. Kështu që meqenëse gjinin e shpreh shumë qartë Krishti se çfarë është fryma, atëherë ne nuk kemi pse të themi megjithëse goja gjithmonë mund na shkojë te fryma e shenjtë, por ai është fryma i shenjtë. Kur Krishti flet për të, te Gjoni 14 thotë, por ngushëlluesi fryma i shenjtë, të cilin Ati do ta dërgojë në emrin tim, ai ka për t'ju mësuar çdo gjë dhe ka për t'ju sjellë gjithçka në kujtesë. Pra, gjinin ta tregon Krishti vetë kur flet për frymën, thotë është ai, nuk është as ajo, as femërore. Kështu që kjo është një gjë e re. Disa veta e kishin kapur më njëherë, kishin lexuar pak nga Bibla e re dhe kishin kapur këtë gjë dhe më pyetën, kështu që është me vend që ta përmend që kjo është një gjë që, ndoshta e thyen rregullin e gramatikës në këtë rast, por doktrina është më rëndësishme se sa gramatika. Kështu që nëse ka raste ku ka përplasje, siç është bërë me Perëndin, do na mësohet goja dhe me këtë, që fryma është ai. Ka disa fjalë të reja të cilat janë në këtë përkthim, të cilat nuk kanë qenë qëllim në vetvete që ne të shtonim fjalë të reja. Ne nuk kemi patur qëllim që hajde të shtojmë disa fjalë që t'ja bëjmë leximin më të vështirë besimtarëve, por ato kanë ndodhur për shkak të ose të ngjyrimeve të fjalëve sinonimike, ose sepse ka patur nevojë që të shtojë një fjalë e përbër aty ku një fjalë vetme nuk e jep të tërë kuptimin e fjalës. Për shembull, një nga këto fjalë është flijim shlyerja, tek para Gjonit 2, ku flet për Krishtin, thotë ai është flijim shlyerja për mëkatet tona. Kjo është një fjalë e përbër dhe nuk i jepet dot as me vetëm flijimin dhe as me shlyerjen. Megjithatë, megjithse nuk e ka fjalori këtë fjalë, ajo është fjalë e përbër shqipe, ti mund ta kuptosh çfarë kuptimi ka ajo fjalë. Krishti është jo vetëm flijimi për mëkatet tona, por është një flijim i cili sjell shlyerjen e mëkateve. Prandaj quhet flijim shlyerje. Para e Gjonit 4 gjithashtu është e njëjta fjalë që përmendet. Një nga temat e tjera, kategoritë e tjera ku ka fjalë të reja, është në temën e drejtësisë. Ne në Shqip kemi një gjuhë shumë të pasur në shumë gjëra, përveç se ku vjen puna te drejtësia. Ndoshta kemi pak komplekse në këtë fushë, nuk e di, por këtu janë futur disa fjalë të cilat i kanë qëndruar edhe një herë, nuk i kemi shpikur ne, janë fjalë që kanë qenë në tekst të përkthimit, si i drejtshëm. I drejtshëm është një mbiemër që tregon anësinë e një personi. Pra nga je i prirur ti si i person, nuk ka të bëjë me një rast specifik që more një vendim të drejtë apo more një vendim të gabuar. Ka të bëjë që ti si person, çfarë tendence ke, çfarë prirje ke? A je i drejtë në zemër, pra që do të bësh atë gjën e drejtë, atëherë nëse je i tillë, je i drejtshëm. Një njeri që është i drejtshëm, është i drejtë sepse ai bën atë që është e drejtë kur i jepet mundësia. Por së pari duhet të ketë prirjen, pra zemrën nga ajo anë, dhe pastaj ai mund të quhet njeri i drejtë. Jo në kuptimin e shpëtimit, se asnjëri nuk shpëtohet. Ne nuk jemi të drejtë përpara Perëndis, jemi mëkatar, por kjo fjalë është përdorur një herë në Bibël për një person, kështu që është një fjalë që Bibla e përdor. Një fjalë tjetër e re është drejtësi bërës. Një njeri që është i drejtshëm
kur jepet mundësia, ai bën drejtësinë. Dhe ky njeri quhet drejtësi bërës. Fatkeqësisht në shumë përkthime në Biblën ABS, këtu janë përkthyer të gjitha i drejt pa asnjë nuancë. Por në këtë përkthim ka një nuancë tjetër, megjithëse kanë të njëjtën rrënjë, nuk është se ti nuk e kupton atë gjë, por nëse i kërkon ato fjalë, tani që kemi edhe një motor kërkimi, nuk e di e përmenda këtë, te biblia.online, që ka aty mund të kërkoni këto fjalë edhe të shikoni si përdor Zoti këto fjalë, si përkufizon Zoti. Për shembull, tek Jobi 1:1 thot, në trullin e Ucit ishte një njeri me emrin Job. Ai ishte njeri i përsosur dhe i drejtshëm, që e kishte frikë Perëndin dhe i reshtej të keqës. Po unë nuk e di çfarë do thotë i drejtshëm, po ja ku e ke këtu në këtë varg. Thot një njeri i drejtshëm, çfarë është? Një njeri që ka frikë Perëndin dhe i reshtet të keqës. Pra Zoti ta jep vetë për kufizimin, nëse nuk e di çfarë është një fjalë, kërkoje atë në Bibël, edhe do ta gjesh. Së fundmi, flasim për disa shembuj specifik të gjërave që kanë sjellë një saktësi në tekstin biblik. Më përpara ka qenë gati në gjitha Biblat në shqip, e para Korintasve 11, Efezianët 5, është dhënë me fjalën imitim. Thot, më imitoni mua ashtu si unë jam imitues i Krishtit. Efezianët 5, bëni pra imitues të Perëndis. Dhe fakti është që ajo fjalë kërkon një saktësim nga imitim në ndjekës. Sepse ka një vjeshmëri logjike edhe fjalësh se si Zoti e ka përdorur atë fjalë. Kur Krishti i thret dishepujt e tij, ai thotë te Mateu 4:19, ai u thotë më ndiqni dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Nuk i thotë më imitoni. Do të më ndiqni, eja pas meje, më ndiq. Kështu që e para Korintasve 11:1 te Kristoforidi i dytë është bëuni ndjekësit e mi, jo imituesit e mi. Te Efezianët 5, Kristoforidi i dytë është bëuni pra ndjekës të Perëndis. Te Hebrejt 13, vargu 7, thot kujtoni ata që kanë udhëheqjen mbi ju, të cilët ju kanë folur fjalën e Perëndis, ndiqni besimin e tyre, duke marrë parasysh si rezulton të jetuarit të tyre. Kur ne kemi zgjedhur ato 3 fjalët përshkruese të këtij përkthimi, kemi thënë kjo sjell më tepër qartësi, saktësi dhe vijueshmëri në tekstin biblik. Dhe kur flasim për vijueshmëri, ky është një shembull i mirë për ta ilustruar, sepse më përpara në një vend thuaj më ndiq, në vendin tjetër thuhet më imito. Kurse duke i pasur të tëra fjalët, ashtu siç duhet të jenë, më ndiq, i thot Krishti dishepujve, më ndiq, thot apostulli Paul Korintasve, ndiqni, bëni ndjekës të Perëndis, i thot Efezianëve, dhe te Hebrejt 13 thot ndiqni ata që ju kanë folur fjalën e Perëndis, drejtuesit tuaj. Kjo gjë krijon një vijueshmëri, sepse ti mund ta kërkosh fjalën ndjek dhe e sheh se si e ka përdorur Zoti këtë fjalë. Por nëse në një vend është ndjek, në një fjalë është në një vend tjetër është imitues, atëherë ajo vijueshmëri fjalësh thyhet. Dhe ti nuk je në gjendje kur e studion apo e kërkon një fjalë që të shikosh si e ka përdorur Zoti në këtë fjalë, sepse kur ne themi që Bibla nuk është për interpretim vetjak, pra ne nuk kemi të drejtë ta interpretojmë ne Biblën siç duam ne. Zoti e jep vetë kuptimin duke lidhur fjalët me njëra tjetrën. Për mëtej, një njeri që është imitues nuk është një ndjekës. Imituesi, për shembull, nëse keni qenë në cirk, nuk e di ka sot apo jo, por kur ishim të vegjël shkonim në cirk, ishte aty një personazh që ne kalamajve na pëlqente shumë. Ishte gaztori, kloni i cirkut. Dhe ai bënte imitime. Ai imitonte mimikën e fytyrës, kopjonte qoftë artikulacionet e veprimeve apo të ecurën ose gjëra të tilla. Ai është imitues, por nuk është ndjekës. Dhe Zoti ne nuk na thret që të imitojmë të tjerët. Zoti na thret që ne të ndjekim. Qoftë Krishtin, qoftë apostullin Paul, me doktrinën që ai jep për kishën, qoftë drejtuesit tanë, qoftë vetë Perëndin. Te 2 Korintasve 11, kur Zoti flet se si punon djalli dhe si manipulon ai. Në vargun 13 thotë sepse të tillët janë apostujt të rrem, punëtor mashtrues, që transformojnë veten në apostujt e Krishtit. Dhe s'është për tu manitur se Satani vet transformohet në engjëll drite. Prandaj nuk është gjë e madhe edhe nëse shërbyesit e tij transformohen si shërbyesit e drejtësisë.
përfundimi të cilëve do të jetë sipas veprave të tyre. Kur Zoti zbulon mënyrën se si Satani punon për të mashtruar njerëzit, ai e shpjegon atë si një mashtrues, si një personazh që transformon veten e tij. Ai është imitues, por nuk është ndjekës i Perëndis. Satani nuk ka fuqi krijuese, por ai ka fuqi imituese. Ai imiton gjërat që Perëndia ka krijuar dhe i ndryshon ato mjaftueshëm aq sa njerëzit nuk e kuptojnë që është një dredhi apo një mashtrim. Prandaj ne nuk jemi imitues sepse Satani është imitues. Ne jemi ndjekës të Perëndis. Një shembull tjetër që nuk e di pse nuk ka ndodhur kjo gjë përpara Shqip, sepse është aq e thjeshtë edhe aq e drejtë për drejtë, saqë kur ne e pam në fillim thamë, "Ua, si ka mundësi që nuk është bërë kjo gjë më përpara." Është ndryshimi midis dy fjalëve, burr edhe bashkëshort. Jo çdo burr është bashkëshort. Zoti Jezu Krisht ishte burr, por nuk ishte i martuar. Pali ishte burr, por nuk ishte bashkëshort. Çdo bashkëshort është burr. Okej. Dash Zoti se nuk e dim, jemi në ditë vështira sot, por ka një ndryshim në Bibël midis këtyre dy fjalëve. Ndonjëherë Zoti i flet vetëm bashkëshortëve. Ndonjëherë i flet burrave, patur rëndësi nëse janë në një marrëdhënie bashkëshortore apo jo. Për shembull te Efezianët 5 thotë bashkëshort duajini bashkëshortet tuaja. Ndërkohë që deri tani edhe në gjithë përkthimet e tjera është burra duajini gratë tuaja. Gra nënshtrohuni burrave tuaj. Okej, kush janë burrat e një gruaje? Është komshiu, është shefi në punë, kush janë burrat e një grave? Jo, ajo është në kontekst shumë specifik. Është në kontekst martesor. Prandaj kur Zot, edhe këto fjalë ekzistojnë në Shqip, unë nuk e kuptoj pse s'ka ndodhur kjo gjë më përpara, sepse nuk e përdorin ndoshta në përditshmëri, kemi themi gruaja ime, e mirë kuptojmë, e dim për çfarë bëhet fjalë, por ka raste kur diferenca ka ndryshim. Për shembull një ilustrim e shohim këtë te Gjoni 4. Gjoni 4 është historia kur Krishti flet me gruan samaritane tek pusi i Jakobit. Edhe në bisedën e tyre, në përkthimet e tjera, në të gjitha përkthimet e tjera, thot vargu 16, shko thirrë burrin tënd dhe eja këtu. Gruaja u përgjigj dhe i tha, unë nuk kam burr. Jezusi i tha, mirë the nuk kam burr, sepse ti kishe 5 burra dhe ky që ke tani nuk është burri yt, për këtë ke thënë të vërtetën. Dhe e gjithë biseda nuk ka kuptim nëse ti nuk përdor fjalën bashkëshort, atëherë atje kur Krishti tha bashkëshort. Sepse Krishti nuk i tha asaj shko thirr burrin tënd. I tha shko thirr bashkëshortin tënd. Dhe ajo nuk i tha nuk kam burr, se burr kishte ajo. Sepse ai thot ky që ke tani, pra ajo e kishte një burr, po s'kishte bashkëshort. Kështu që ai nuk i tha shko thirr burrin, ai i tha asaj diçka që ajo nuk e bënte dot. I tha shko thirr bashkëshortin, sepse ajo nuk ishte bashkëshort. Por nëse do i kishte thënë shko thirr burrin, siç e kanë gjitha përkthimet e tjera, burrin mund ta kishte thirrur. Se në shtëpi e kishte. Dhe ai ja shpjegon që, ti ke pasur, mos bëni me qesh. Por i gjithë biseda nuk ka kuptim nëse ti nuk e kupton çfarë i tha Krishti asaj. Edhe ai i tha, shko thirr bashkëshortin tënd. Ka raste kur Zoti u flet burrave pavarësisht nga statusi martesor. E para Timoteu 2:8 thot, prandaj dua që burrat të luten kudo, duke ngritur lart duart të shpejta, pa mëri dhe pa dyshim. Nëse ti nuk e di që ka një ndryshim, fjala burr nga fjala bashkëshort, ku e kupton ti në këtë varg që e ka fjalën për burrat e martuar apo e ka fjalën për të gjithë burrat? Jo, burr sipas përkufizimit fjalorit është person madhor i gjinisë maskullore. Nuk ka lidhje statusi martesor. Ky është burri. Nëse është i martuar, është bashkëshort. Kështu që kur Zoti thotë dua që të gjithë burrat të luten kudo, kjo është te Kristoforidi i dytë, atëherë ti e di që nuk është fjala bashkëshort, është fjala burr. Atëherë nëse je burr, kjo është ajo që Zoti të drejtohet ty. Është një gjë shumë e thjeshtë, edhe e thash duhet kishte ndodhur më përpara, kjo nuk do të thotë që në përditshmëri ne do ndryshojmë fjalorin, Ajo që ne po themi është që Bibla ka nevojë për të qenë saktë. Kështu që në këtë gjë është e saktë. Unë jam i ndërgjegjshëm që ne prap ashtu do të themi, kjo është gruaja ime. Jemi të lirë të thrasim si të duam, por kur vjen puna tek Bibla, kjo diferencë ka ndryshim. Një shembull tjetër
janë dy fjalë që kanë të bëjnë me dy procese specifike të mbjelljes. Edhe njëra quhet mbjellje dhe tjetra quhet mbëltim. Mbjellja në Bibël është gjithmonë e lidhur me farën. Kurse mbëltimi është një fjalë, ta lexoj për kufizimin e fjalorit, që thotë mbjell bim a pem duke ngulur në dhe fidanët, filizat, rrënjët ose qepujkat e tyre. Mbëltoj qep, hudra domate, mbëltoj hardhi, ullim, pem e tjerë. Termi në botanik që përdoret për mbjelljen e fidanëve, prapë jo të farës, është fjala mbëltim. Megjithëse ne e përdorim edhe mbjell fidan, nuk është gabim, por nuk e përdorim mbëltimin për farën. Arsyeja që pse kjo ka rëndësi që të diferencohet, është sepse këto janë dy procese shumë të ndryshme. Ajo që ndodh me farën kur mbillet në dhe, që t'japi fryt, është shumë e ndryshme nga një fidan i cili është një gjë e gjallë që mbillet edhe vazhdon të rritet. Kurse fara së pari duhet të vdes që ajo të jap fryt. Kështu që janë dy procese biologjike, botanike, shumë të ndryshme nga njëra tjetra, megjithëse në fundit ato të dyja do të japin fryt, por meqense Zoti i ka ndarë këto dy gjëra dhe ka përdorur dy fjalë specifike për të diferencuar njëra nga tjetra, atëherë ne kemi bërë të njëjtën gjë. Megjithëse edhe një herë e kuptoj që kush e përdor këtë fjalë në shqip. Unë për vete se kisha ndigjuar ndonjëherë, edhe unë mu desh që ta mësoja, por të rëndësi ka, sa dim apo nuk dim ne, rëndësi ka çfarë thot Bibla. Kur Krishti flet për këtë proces, te Gjoni 12:24, thotë në të vërtetë po ju them, një kokur gruri përveç se po të bjerë në tokë e të vdes, mbetet vetëm, por nëse vdes, ajo sjell në jetë shumë fryt. Të njëjtën gjë ai përdor tek shëmbëtyra e mbjellësit, kur ai mbjell farën e cila bie në dhe. Dhe ky proces është ndryshëm nga ai kur ti shkëput një fidan nga një pemë ekzistuese apo nga një bim ekzistuese dhe e mbëlton në këtë rast në një vend tjetër. Thjesht që ta dini këtë gjë sepse patjetër do t'ju kapi syri kur ta lexoni Biblën edhe do thoni çfarë është kjo fjalë se kam dëgjuar ndonjëherë. Okej, po ka një arsye që pse është bërë ajo gjë. Sepse ne nuk kemi patur qëllim që hajde të fusim fjalë të reja. Por në vendet kur ato kanë një ndryshim, edhe Zoti e ka dhënë atë nuancë, përgjegjësia jonë kryesore ka qenë që të jemi të përgjegjshëm ndaj asaj që Zoti thotë. Pastaj gjërat e tjera do të vinë me kohë. Bibla është libri i jetës, nuk është një libër me 300 fjalë. Nëse do një komunikim me 300 fjalë, okay, në çdo cep lagje mund ta bësh edhe merresh vesh me çunat e lagjes, por Bibla është libri i jetës. Zoti shpjegon detaje dhe koncepte, kështu që nëse ai i bën ato, duhet i bëjmë edhe ne. Te Ezekieli 17, kur Zoti flet kur Izraeli është në robëri dhe do të kthehet përsëri, flet për kombin e Izraelit, restaurimin e kombit të Izraelit. Vargu 22 thotë, kështu thot Zoti Perëndi, do të marrë gjithashtu nga dega më e lartë e cedrit dhe do ta vë të mbëltohet. Nga maja e degëzave të tij të reja, do të kopus një filiz të njom e do ta mbëltoj mbi një mal të lartë të spikatur. Do ta mbëltoj atë në malin e lartësisë e Izraelit. Ai ka për të prodhuar remba, ka për të mbartur fryt, ka për të bërë një cedër i bëshëm, fluturaku i çdo lloj flatre do të banojë në të. Ata do të banojnë në hijen e degëve të tij. Kur Zoti e shpjegon procesin që si ai do ta nxjerrë Izraelin nga robëria, do ta kthej përsëri në tokën e premtuar. Ai e krahason këtë me mbëltimin e një fidani, e një filizi, dhe shpjegon në hollësi aty në fakt. Nëse nuk ekziston ky dallim midis mbjelljes edhe mbëltimit, ka kisha besimtarë të cilët besojnë që Izraeli duhet të zhduket. Izraeli nuk duhet të ekzistojnë për arsyet që ata kanë në mendjen e tyre, por Izraeli nuk është zhduk dot sepse Zoti ka bërë një premtim Abrahamit edhe të gjithë pasardhësve të tij sipas mishit. Prandaj Zoti thotë, unë do t'ju mbëltoj, jo do t'ju mbjell, sepse mbjellja presupozon vdekjen, pastaj do t'japi fryt. Kurse ai thotë, jo, ju jeni një filiz, unë do t'ju kupus që këtej edhe do t'ju mbjell në një tokë tjetër. Prandaj ndryshimi, diferenca midis dyave ka rëndësi sepse është ndryshim doktrinar, ndryshim që ka pesh. Një shembull tjetër janë 3 fjalë që janë të reja në këtë përkthim. Fjalët janë gjenerim, degenerim dhe rigjenerim. Qartësisht ato kanë brenda tyre fjalën gjen. Ne i themi ADN, kjo është emri që i jep shkenca, por ajo ka gjenin brenda, ajo që e bën të veçantë
një specie nga një tjetër. Për shembull te Veprat 17 është përdorur kjo fjalë, kur Pali citon poetët grek, thotë edhe disa nga poetët tuaj kanë thënë, sepse edhe ne jemi gjenerim i tij. Meqense pra jemi gjenerim prej Perëndis, nuk duhet mendojmë e tjerë. Pra ne jemi gjeneruar nga Perëndia. Ne gjenin, ADN-n, veçorinë, specifikën tonë e kemi marrë nga Perëndia. Kjo është fjala gjenerim. Te Zanafilla 6:12 flet për degenerim. Perëndia vështroi mbi dhe ja, ai ishte degeneruar, sepse çdo mish e kishte degeneruar udhën e vet mbi dhe. Ne e përdorim fjalën degenerim pothuajse gjithmonë në një kontekst moral. Edhe ajo nuk është gabim, ka një aplikim për të, por ajo si fjalë nuk është vetëm për çështje morale. Në fakt ajo përdoret në botanik, duke folur për farat e ndryshme, kur flitet për degenerimin e farës, e ka fjalën që fara ka humbur cilësitë e saj parësore. Pra nëse është përzier me kimikate ose janë bërë manipulime gjenetike, atëherë në botanik kjo quhet degenerim i farës, që do të thotë, siç e themi ne, nuk është bio, nuk ka veçoritë ashtu siç e ka krijuar Perëndia. Dhe kjo fjalë për degenerimi është përdorur në disa kontekste në Bibël, ai moral është njëri prej tyre. Psalmi 14 gjithashtu thotë, për ata që thonë në zemrën e tyre nuk ka Perëndi, ata janë degeneruar, thot Zoti. Tek Jeremiahu 2:21 thot, ama të mbëltova hardhi fisnike, tërësisht farë e drejtë. Si pra u ndryshove në mbëltimin e degeneruar të një hardhije të huaj për mua. Pra e krahason këtë me një bim e cila humbet cilësitë e saj parësore. E 2 Korintasve 2:17, Pali e përdor këtë fjalë kur flet për të cënimin që disa njerëz i bëjnë fjalës Perëndis. Xhefi e përmendi, thotë ne nuk jemi si shumë të tjerë që e degenerojnë fjalën e Perëndis. Çfarë do thotë e degenerojnë fjalën e Perëndis? Do thotë që i heqin cilësitë e saj parësore, e ndryshojnë fjalën e Perëndis, e prishin fjalën e Perëndis, e korruptojnë fjalën e Perëndis. Të gjitha ata janë sinonime të kësaj fjale. E Parapjetrit 3 e krahason fjalën e Perëndis me një farë e cila është e pa degenerueshme. Parapjetrit 1:23 thotë, duke qenë të rilindur jo nga një farë që degenerohet, por nga një farë e pa degenerueshme, nga fjala e Perëndis që jeton dhe qëndron për jetë. Pra ai thotë që fjala e Perëndis është e pa degenerueshme, nuk ka asgjë që mund t'i heqë asaj cilësitë që Zoti i ka dhënë që në ditën kur ai e dha me anë të frymëzimit deri sa Krishti të vijë. Fjala e tij është e pa degenerueshme. Dhe fjala tjetër është rigjenerim, është përdorur 2 herë në Bibël, Titi 3:5, thotë jo me anë të veprave të drejtësisë që ne kemi bërë, por sipas mëshirës së tij ai na shpëtoi me anë të larjes së rigjenerimit dhe ripërtëritjes nga fryma i shenjtë. Te Mateu 19, Krishti flet për ardhjen e tij të dytë dhe përdor këtë term, thotë në vargu 28. Dhe Jezusi u tha, në të vërtetë ju them, ju që më keni ndjekur në rigjenerimin, kur biri njeriu të ulet në fronin e lavdisë së vet, edhe ju keni për të ulur mbi 12 frone për të gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Dhe nëse e njohim doktrinën e asaj që çfarë ndodh në ardhjen e dytë të Krishtit, është që një nga gjërat që do të ndodh është që dhe tokës vet do t'i hiqet mallkimi. Ai mallkim që mori tek Zanafilla 3 pas mëkatit të Adamit dhe të Evës, Zoti i dha tokës një mallkim, por në ardhjen e dytë të Krishtit, kur ai të vijë të mbretërojë mbi këtë tokë për 1000 vjet, Zoti do ta rigjenerojë të tërë krijimin e tij. Që nga ne që do të marrim një trup të ri, të paprishëm, të pa mëkat, të pa degenerueshëm, por edhe vetë toka do të rigjenerohet. Kështu që kemi gjenerim, është ajo që vetëm Zoti mund ta bëjë, sepse vetëm ai është në gjendje që të krijojë gjenin. Okej, po disa thonë, po jo, po shkenca ka marrë ADN-n që ekzistonte, që e bëri Zoti, edhe e ndryshon ose e manipulon për të krijuar diçka tjetër, po gjenin, ADN-n e ka krijuar ai. Ne nuk krijojmë dot. Zoti është krijues. Kjo është gjenerim. Degenerim është çfarë bën mëkati. Dhe rigjenerim është çfarë bën Zoti përsëri. Edhe është një studim shumë i bukur, nëse i studion këto fjalë, mund të shkosh me qëra fjalët e bibla.online edhe ti kërkosh këto 3 fjalë
edhe do të shohësh që do gjesh edhe gjëra të tjera që unë nuk i përmenda. Okej, kam edhe gjëra të tjera, por koha ime mbaroi, kështu që mund ta cekim këtë të mërkurën, sepse të mërkurën do të kemi pyetje përgjigje pikërisht për këtë temë. Nëse keni lexuar disi nga përkthimi i ri, i cili ndodhet online, mund dhe keni pyetje, pse është përkthyer kjo fjalë kështu, pse kjo kështu apo ajo ashtu, na shpjego këtë gjë, atëherë mundësia është që t'i bëni pyetje dhe të marrni përgjigjen të mërkurën që vjen menjëherë. Nëse keni pyetje, ju lutem dërgoni ose Aldës ose mua. Nëse doni të jeni anonim, që thoni kam një pyetje, po s'dua që ta dish kush e bëri pyetjen. Atëherë shko te bibla.online. Dhe aty ka një formë kontakti. Okej? Plotësoje formën e kontaktit me pyetjen tënde, pyetja do të na vijë dhe do t'i përgjigjemi të mërkurën. Pyetjet të mërkurën do të marrin përgjigje në formë, në kohën, sipas kohës që u bën. Kështu që më i shkafti, më i shpejti në këtë rast. Para Thesalonikasve 2:13 thotë, dhe për këtë arsye e falenderojmë pa ndërprer Perëndin, sepse kur ju e pranuat fjalën e Perëndis që dëgjuat prej nesh, nuk e morët atë si fjalë njerëzish, por siç është në të vërtetë fjala e Perëndis, që gjithashtu vepron efektshëm në ju që besoni. Në 2-3 javët e fundit kam takuar shumë besimtar, pastor, dhe kam vënë re dy qëndrime të ndryshme. Disa që janë shumë skeptik dhe të tjerë që janë shumë entuziast. Gjëja që do të bëjë diferencën midis të dyave është nëse ne besojmë që ajo është fjala e Perëndis. Sepse nëse besojmë, Bibla thotë ajo vepron efektshëm në ju që besoni. Nuk është se fjalës i mungon diçka dhe nuk vepron tek të tjerët, por nëse dikush nuk e lejon që fjala të veprojnë në të, nuk është njësoj si ai tjetri që thotë po Zot, unë besoj fjalën tënde. Ka shumë gjëra që padyshim mund të ndaj, sepse në këtë punë kanë dalë plot gjëra të cilat është mirë që patjetër t'i ndaja, por në kohën që kemi në dispozicion, doja që t'i jepa një panoramë të përgjithshme, disi pas kuintave, që çfarë është ky përkthim, pse u bë ky përkthim, edhe disa shembuj. Nëse keni pyetje, ju lutem mos nguroni, sepse jemi këtu për këtë punë. Le të lutemi. Zot Perëndi, faleminderit Zot për madhështinë tënde, për hirin tënd, Zot, që ti nuk na le Zot pa fjalën tënde. Edhe kur ne e kthyem kurrizin tutje, Zot, edhe kur ne e mohuam emrin tënd, Zot, për gjithë ato vite, Zot, ti nuk na braktise. Dhe Zot, sa i mirë që jemi ne, sa i mirë ke qenë me kombin ton, Zot, me të gjitha vështirësitë, ti ke qenë një Zot besnik. Dhe Zot, faleminderit për këtë punë që ke bërë, o Perëndi, për të sjellë fjalët e tua të sakta në gjuhën tonë, o Perëndi. Të lutem që ti të vazhdosh të dëshmosh në zemrat tona për rëndësinë e saktësive të fjalëve, Zot, edhe lutem Zot që ne ta përqafojmë atë dhe të ecim përpara duke besuar që mënyra për të kuptuar kush ti je, si është ndërthurur dhe ndërlidhur fjala jote, është duke krahasuar fjalët edhe vargjet me njëra tjetër. Zot, faleminderit për gjithçka që është këtu sot, Zot, për dëshirën e tyre, për të adhuruar ty, për të mësuar nga fjala jote, Zot, na bekon ndërsa largohemi edhe kthehemi përsëri sonte në emrin e shmuar të Krishtit. Amen.